është thyer që atëherë unë kam mbaruar punë. Që atëherë, me gjithë detyrat e mia, se kë mendoj që nuk meriton të. Unë preferoja të rria në shtëpi vetëm, edhe unë rria vetëm atëherë. Në njerë me Jozin kështu. Po vetëm rria në për shtëpi. Po mirë, pas marrëdhënien me Jozin që. Po prapë, jo, ai kishte punët e tia, gjërat e tia. Unë preferoja të rria vetëm, se sa të rria me atë që mua më duke i fallës. Dhe që atëherë ja kam më vullën. Por e unë, për t'i kuptuar qëllimet, i kam kuptuar që në prime të parë, kur kemi hyrë, që tek vendi. Atëherë të ka interesuar, pero. Të ka interesuar të e kam kuptu, po nuk është ky qëllimi im këtu brenda. Nuk heci me këto. Nuk funksionoj ashtu. Është turpi tjetrit, a kupton? Nuk është i imi. Unë du të tregoj Eglin. Egli kështu është. Nuk jam e djallëzuar. Nuk kam hyrë me djallëzi këtu, nuk kam hyrë me strategji këtu. Në mos një ditë ka për t'i dalë, si që ka dalë. Fakti që ti vendosë të qëndrojë me atë se përndaj dhe seleksionon njerëzit me të cilët të rje, sepse janë ata që ti identifikohesh më shumë me veten. Së të mos të brënda, apo qëllimi për bashkë. Po pra, turpi asaj që kanë dhejtaj shumë dhe bërja ato gjërat shëmtuara që bërë. Turpi asaj dhe kur më ka blizuar mua, apo më ka folkeq mua, se unë asë njerë se kam ofenduar atë. Më ka thëmë budalla që kam thëmë budalla që e vetë. Deri këtu ka vajtër më vetë me të. Por prap, unë kam vendosur që atëre... Shko, Gerta mund të ketë 5.000 të zeza. Ama që ka të thënë fytyrë? Po, e kam thënë më të gjë. Që nga Gerta nuk zhgënjem edhe që e thotë fundit dhe që e thënë e di. Po ta përshën të fytyrë, pak të dhe mundësin të përgjigjesh. Or, kam... Si ta the mund të më dha? Nuk jam e befasuar, a kupton? Më mirë ashtu, e di kush është, e di qa është, a kupton? E di. Kurse kur të fërkon, që të t'angullësh, të gjesh vëndin ku e ke më të përshtatshme, këtu duket ledhatu, me t'angull, kjo është. Nga kjo duesh me urujt, se nga Gerta s'kam qatërua e mu në njofë, e di që ashtu është Gerta. Apo të mërë me të mira për balë dhe pasaj në mëra pa... Pikërisht. Të nuk të thotë, pa jo është... Kjo është e keqja. Kjo është edhe më e keqja. E di cila është me keqja fare është që tefta ditë tha ti kështu edhe jashtë. Kjo është dhe keqja fare. E di gjëva të fjali? Ha. Dhe është vërtet. Se dhe tash kemi patur dhe dyzimin që aj se e ka brënda. Përveç gjërave tjera. Ka ju një personazh. Se nuk dua t'i hy fare asaj anë personale. Po, kur arriti, kur hyri në këtë shtëpi, e kur kemi qenë jashtë, ka ndodhur ajo intervistë, që për mua, unë ja kam thënë, është një nga intervistat më të bukura që më është bërë. Jam emocionuar, kam qarë, kam qeshur, shumë e bukur. Edhe ka folë me superlativa dhe ka thënë, nuk kam pas kur një të ftuar që të më ketë emocionu si ti,